24 mars. Duket se administrata amerikane, Trump ka bërë një tërheqje me atë shtyrjen dhe për 5 ditë nuk ka pasur biseda me zyrtar iranian. Por ministrat e jashtëm të Pakistanit, të Egjiptit, Turqisë dhe të Arabisë Saudite janë mbledhur në Dubai për të vendosur që ta ulin konfliktin dhe të kenë një armë pushim. Nga inteligjenca egjiptiane kanë kontaktuar me TK nga iranianët dhe janë duke bërë disa bisedime. Por me njëherë, si ministri i jashtëm, sekretari i parlamentit i ka kundërshtuar. Trump kërkon $200 miliardë. Demokratët nuk do të votojnë në Kongres që $200 miliardë të karojnë për konfliktin e luftës. Ndërkohë që republikanët ja dhanë Bidenit mbi $170 miliardë për Ukrainën. A nuk është kaq worth it Irani për $200 miliardë, pra a duhet lënë betejën në mes? Natyrisht që edhe amerikanët kanë pasur dëmtime. Janë rreth 13 vrarë, 232 të plagosur, destrojeri i madh Gerald Ford pasur zjarr tek dhomat e lavanderisë, por ka shumë gjasa që vetë ushtarët kanë sabotuar duke i bllokuar, duke shprehur kundërshtim. Ndërkohë janë 13 mjete fluturimi ajrore që janë shkatruar. Pritet të shkojë një brigadë luftimi nga divizioni 82, pra rreth 2000 marinca, 2200. Nuk dihet se si do të shkojë. Tek 16 avion fluturimi janë shkatruar. Këtu janë, tek 16 se 10 janë drone, Reaper drone. 3 janë F-15 dhe një tanker 135. Kjo thuhet që tankeri 135 u dëmtua nga raketat mbi Arabinë Saudite. Por ajo që krijon problemet më dha është F-35 që deri tani ka qenë i mbrojtur nga radarët dhe nuk është goditur nga një raketë. Ai ka pasur avari dhe është ulur, thuhet që është nga tani dëmtimi këtyre është i madh sepse një drone Reaper kushton $57 milion. F-15 F-15 $90 milion deri në $97 milion. Tankeri KS-135 shkon $80 milion dhe F-35 është avioni më i kushtueshëm që shkon $100 milion. Ndërkohë që problemet janë se duke larguar anijet dhe duke përforcuar të gjitha në Iran, është lënë paqësori, është lënë Kina dhe duket që ka përplasje midis anës ushtarake dhe anës politike. Trump dje tha që ti, ta sekretarit mbrojtjes, ishe që kërkove të nisnim luftën, por nuk besoj se Trump do të gjoj hekse. Por ai kërkon të justifikohet, sepse Trump çdo gjë e shikon fitore ose humbje. Fuqia amerikane është shumë e madhe që ta shkatrojë Hormuzin. Iranianët duan që ta zgjasin konfliktin sa më shumë, që të ketë dhimbje tek votuesi amerikan, tek çmimi i naftës dhe të ndërpresin gjithë qarkullimin atë ngushticën e Hormuzit, duke rritur fuqinë mbi $100. Kjo është arsye që Trump u tërhoq nga i ultimatum që në fakt Izraelin e ka vënë në shqetësim të madh. Raketët po kalojnë dhe po godasin në Izrael. Të vrarë janë vetëm 13, siç thonë. Sepse Izraeli ka stërhimet nëntoksore, por në një sinagogë e cila u rrafshua, vdiqen edhe ata që ishin futur në strehimën e sinagogës. Pra kur merr direct hit, kjo ndodh. Siç ata kanë thënë, lufta ka ndryshuar tërësisht, nuk është luftë zakonshme konvencionale, por Irani edhe pse është dëmtuar në mënyrë masive, thuajse marina nuk ekziston, aviacioni nuk ekziston, mbrojtja kundërore nuk ekziston, por ende një numër i caktuar raketash dërgohen në vende të fqinj, për më shumë raketa hedhur në Emiratet e Bashkuara se sa në Izrael. Janë mbi 1300 dronë të hedhur atje, 300 raketa,
por Arabia Saudite dhe United Arab kanë paguar për 40 vjet janë armatosur në fytyrë duke bler raketa interceptore nga Amerika, miliarda dollar. Problemi është në arsenalin e armëve amerikane. Mbas utopisë për çarmatim nga demokratët, duket se ky do të jetë problemi i radhës. Media amerikane e majt do që Trump të humbas, nuk do që Amerika të fitojë. Kanë nxjerrë një poll ku thuhet që luftimet nuk po shkojnë fare mirë. Natyrisht që shikojnë anën e çmimit të naftës. Gjithashtu dhe demokratët si në Kongres dhe në Senat po bëjnë tifozdik që të humbas Trump. Natyrisht Trump është një president atipik dhe mund të cilësosh narcisist, mund të thosh idiot, por është presidenti i Amerikës. Dhe kur hyhet në një luftë madhe, kombi është mbi të gjitha. Trump e pa thënë që në fillim që nuk do të shkonte më shumë se 4 deri në 6 javë. Më shumë se 60 ditë duhet autorizim e Kongresit. Që nga kohë e Bushit madh, çdo kryeministër e Izraelit i bënte kërkesë presidentëve amerikanë duhet bombardohet Irani. Asnjë president nuk e kishte bombarduar Iranin sepse do të lindte lufta tretë botërore. Trump bombardoi. Dhe këtë rast ishte për të evituar luftën e tretë botërore, sepse 6 muaj më parë Netanyahu, i cili mund të ketë përdorur këto janë akuzat media se dhe dosin Epstein, çdo gjë, Mossadi është ngarkuar me këtë punë. I tha që unë do të godas. Në qoftë se ti nuk bashkohesh me mua, unë do të përdor arsenalin bërthamor. Pra pranoj që kanë armë bërthamor. Kanë pasur nga vitet 50-60, thuhet që në rënien e apartheidit, Afrika e Jugut, armët bërthamore të saj ja ka dhënë Iran, ja ka dhënë Izrael. Të Trump u vu përbar diçkaje. Në qoftë se kjo ndodh, nis lufta tretë botërore. Ndaj unë do të bombardoj për të evituar luftën e tretë botërore. Kjo ka qenë. Gafa e tij ishte që presonte në negociatat 2 njerëz ignorantë, Kushner dhe Witkoff. Në këto bisedime të pretenduara nuk është asnjëri prej tyre. Janë ministrat e jashtëm që u përmenda përmes inteligjencës të Egjiptit dhe me segmente të caktuara tek pushteti i Iranit, i cili jeni realist që është shkatruar mbas vrasjes të liderëve, dhe ai Lariani ishte personi me të cilin amerikanët ishin në bisedime dhe kishte aftësi, mbaruar për filozofi, PhD, matematik, por Izraeli kërkon kaos. Izraeli kërkon të coptohet Irani, Izraeli nuk do paqe. Trump do thot fitova dhe do të riqet, dëmet janë bërë shumë të mëdha. Në qoftë se ata do ta sfidojnë, do të përdor forcën e fuqishme të ushtrisë së tij. Hormuzin e plurizon. Problemet janë nga pas, është vit mes mandat. Ja kam thënë që ajatollat e vegjël si në Ballkan e botë përfitojnë kur ka krizat mëdha. Natyrisht, opozita e ka nxjerrë jo Lakuriq, por më keq se Lakuriq, Ramën, i cili është në presionin e vjedhave të ministrat të tij dhe të 3 lindave. Unë nuk e kuptoj pse ka rënë sulmi ndaj Ballukut. Aty është Rama. Vjedhjet skajore të turpshme, por me sa duket ajo ka blerë nga opozita, fatkeqësisht, sepse dosjet aty janë. U premtuan nga deputetët të opozitës do të ndilnin. Duhen nxjerr. Shqiptarët do të njohin realitetin. Abi Bank janë me $100 milion transferta nga familjarët e Ramës. Sinaloa, udhëtimet në Aruba, madje një eunuk i tij ka deklaruar që Rama është më i pasur i vendit. Rama mund të jetë më i pasur edhe në Ballkan. Mund të jetë miliarda dollar të vjetra pjesë e luanit të tij. Në fund, një pjesë nga intervista në Euronews dje. Thank you.
kryeministrës japoneze këtu që si një lloj sfide ndaj tyre. Trump e ka ulur sigurinë atje, se siç u thash në fillim mungojnë raketat interceptuese, ndaj mori sistemin e këtyre kundër errorëve nga Korea e Jugut, çka e bën më të dobët edhe Japoninë. Por nga ana tjetër ata nuk e shikojnë si rrezik Kinën. Duhet të jemi real që bisedimet midis mëdhenjve vazhdojnë dhe kur ka situata lufte të tillë. Ata njerëz që merren te Këshilli i Sigurisë Kombëtare bisedojnë. Pa diskutim, kjo ka ndodhur edhe me Putin, siç ishte rasti i Sirisë, por Amerika duam apo s'duam mbetet superfuqia vetëm në aspektin ushtarak. Të mbet bisedojnë edhe në raste konflikti, e kështu ka ndodhur në fakt midis Trumpit edhe Putin. Janë hequr sanksionet për naftën, për çfarë vletën? Kanë krijuar reaksione apo i gjë? Jo, dikojnë të çmimi, domethënë nuk pati Trump kujtoi se çmimi i naftës do shkonte $5, 6 siç thaj. Nuk mund kjo e ka ndihmuar sadopak. E çuditshme është se spekulohet dhe këtu sepse Amerika prodhon rreth 15 milion fuqi nafte në ditë dhe kur po marrin disa si shumë të madhe nga Venezuela, pse do të rritet çmimi këtu? Sepse Hormuzi bllokon vetëm Kinën, është spekulative se këto bizneset amerikane shesin. Dhe kur fuqia e naftës shkon mbi $60, fitimet janë shumë të mëdha. Por për afat gjatë nuk duron dot, jo Trump, po tjetë Cezar, Don Cezar tjetë këtu, sepse është vit mes mandatit zgjedhor. Në qoftë se ekonomia nuk fillon të marrë një start mbas majit, Trumpi do të humb Kongresin dhe rrezikon të humbes edhe Senatin. Dhe çdo gjë zhduket në trajnimin e tij politike. Një Kongres i humbur do të sjellë shkarkimin e tij të tretë, impeachment. Dhe nga ana tjetër unë mendoj se edhe tek gjeneralët ka reagim. Nuk dalin në media, natyrisht që nuk mund të pranojnë aventura. Futja e trupave në tokë do të thotë që të ketë vrarë. Ka ndryshuar stili luftës, siç u thash, vendimet merren në punë sekondash me inteligjencën artificiale. Si nga amerikanët ashtu dhe nga Irani, të cilët pas kanë qenë një shtet shumë militar, kanë raketa pafund dhe kosto e bën luftën asimetrike. Një dron $20,000-30,000, një raket $3 milion. Sa do të përballojë? Ka një kufi. Matematikë thjesht në fakt, po për te qëndrueshmërisë që ka shfaqur Irani dhe potencialit të saj për të kundërpërgjigjur qoftë edhe për vende të fshija, të cilat në disa raste kanë qenë pro Iranit dhe si kanë pasur asnjë faj, duket se pika e fortë është ngushtica e Hormuzit. Ndalet një mendim? Ngushticën e Hormuzit Trump mund ta kthejë në pluhur, por do ketë ndikim në ekonominë globale. Kjo e ka ndaluar. Është marrë Hormuzi dikur kur ishte një president i madh, Reagan, pasur të amerikanë të vrarë. Sa i përket sulmeve që Irani ka bërë ndaj vendeve fqinje arabe, duhet më parë ta shohim në realizëm. Ka sulmuar bazat amerikane që janë te këto vende. Ato vende nuk janë vende sovrane, janë 200.000 baza. Por numri i raketave ka qenë shumë i madh dhe efekti shumë i vogël. Ja thash, te Emiratet e Bashkuara janë mbi 1.200 ose 1.300 dronë dhe rreth 300 raketa. Kanë arritur të bien, pra dhe ato kanë sisteme mbrojtëse shumë të mëdha. Izraeli ka pasur parmbrëm një rast që janë shkatruar 23 ndërtesa. Tek programi i Iron Dome, me kompjuter me software, vlerësohet rreziku. Sa më rrezik potencial i madh, shtëpia Netanyahu, komiteti qendror, ndërtesa ushtarake i shkatrojnë. Dhe kur vjen puna për provinca, lejohet që raketat bjerë. Në qoftë se Irani lëshon 100 raketa me njëherë, probabiliteti është që 3 do të shkarkojnë dhe do të kryejnë vrasje. Ndryshimi i Izraelit nga Irani është që Irani nuk mendon për popullatën e vet, nuk ka strehime në toksore. Izraeli çdo pallat, çdo zyrë shpëton se futet. Por imagjinoni një shtet që nuk flet. Pra, problemi nuk është aq i vogël. Zoti Baba, në fund doja të pyesja si jeni parë zhvillimet e fundit në politikë. Ditën e djeshme, protesta e radhës e Partisë Demokratike, zoti Berisha megjithëse në moshë në krye të kësaj proteste, madje preket edhe nga gazi i lotcellës. Është rritur presioni ndaj majorancës nga këto protesta të opozitës, çfarë mendon? Rama kaloi vinë e kuqe me këtë, domethënë synojnë jetën e Berishës ku duhet të shkojë. Nëse ka dikush që duhet ekzekutohet jo vetëm politikisht është Rama. Berisha është treguar i zgjuar me europianët e ka çarë embargon,
ka mbështetje nga gjermanët dhe në efektin le të them propagandistik deri këtu në Amerikë vinë pamjet. Çdo popull, çdo kom ka të drejtë protestojë, nuk e ndal askush, as deklaratat butaforike të çdo lloj ambasade. Ne jemi vendi i NATO-s. Më tregon një vend tjetër të NATO-s që flet ambasada gjermane po franceze. Demonstratat në Francë, në Gjermani, në Greqi janë shumë herë më të dhunshme se kjo, pa folur për demonstratën e 21 janarit. Unë dua t'ju përmend diçka nga deklarata e pavarësisë amerikane, ka një frazë brillante. Populli ka të drejtë të përmbysë me dhunë një qeveri kur bëhet despotike. Askush nuk do të ndaloj një qeveri tejet korruptuar, dhe unë them që mbi 70% shqiptarëve nuk e do më Ramën, dhe vetë socialistët. Dhe kjo duket që po rritet protesta. Se si do të dalë Rama nga kjo, exit way është ai që o të bën të dalësh me nder ose të ikësh me turp. Ka kaluar rreth, po shkonte mandati i 4, i konsumuar dhe çdo ditë i bie nga një ministër në grepat e Spakut. Nuk mund të bëhesh trim me Iranin, them unë, dhe ti je frikacak me Trelindat. Fundi do të vendoset nga shqiptarët, nuk e vendosin as ambasadat, protestat nuk i dalon askush. Patjetër, po si bëhet relacioni nëpërmjet protestave? Shembull mund ta them në 90-ën, siç ndodhi me protesta, nuk janë të dhunshëm demokratët, siç ishin socialistët në 97. Unë nuk dëshiroj që të shkoj atje, por sa më refraktar të jetë Rama, të mos kuptoj realitetin. Jeton i babull në një fluck. Fasad dhe i korruptuar, pushteti absolut të korrupton absolutisht. Ai e dysh shumë mirë që doset i ka masive, ai dhe familjarët e tij. Sinaloa, Abibank, McGonigal, po hetohet Soros, Spaku dosen e ka masive për Ramën, familjarët e tij dhe për ministrat. Ishte një gafë politike mos dorëzimi i Ballukut. E kapur në të gjitha rastet, mbi 16 bifaqe. Dhe pati dhe ka reagime nga Europa. Pa ai personalisht nuk mendoj se dëshiron ty në be, nuk e shikon një humbje të madhe. Por për ne, për çdo shqiptar, kjo është humbje. Zoti Balla, faleminderit. Kënaqësi. Kudo në Shqipëri.